Ndonjëherë mendojmë se ka shumë njerëz në këtë botë me mendime dhe veprime të ndryshme. Pra, njerëzit shpesh përpiqen të interpretojnë shkencërisht diversitetin njerëzor përmes testeve të tipit të personalitetit. Për shembull, disa njerëz janë ekstrovert, ndërsa të tjerët janë introvert. Dhe disa njerëz janë të ndjeshëm, ndërsa të tjerët janë moskokçarës. Pra, si lindin këto mendime dhe sjellje të ndryshme njerëzore? A është diçka me të cilën lindin njerëzit? Apo është diçka që fitohet më vonë në jetë? Ndërsa pyesja vetëm për këtë, zbulova diçka të rëndësishme gjatë leximit të librit të Zanafillës në Bibël. Le të shohim Zanafilla kapitulli 3, vargu 6. Nëpërmjet këtij fragmenti, mësova diçka befasuese. Kjo është pjesa ku Eva pa frutin e pemës së njohjes të së mirës dhe së keqes, dhe tha se ishte e mirë për ushqim, e këndshme për syrin dhe e joshëse pasi do ta bënte dikë të mençur. Pse mendonte Eva kështu? Ky është një mendim i pabindur kundër urdhrit të Zotit, por a ishte diçka për të cilën ajo kishte menduar që nga lindja? Përgjigja për këtë mund të gjendet te Zanafilla kapitulli 3, vargjet 1 deri në 5. Duke parë këto fjalë, mund të shohim se nuk fillimisht Eva nuk kishte një zemër të pabindur, por që gjarpri ndryshoi këndvështrimin dhe mendimet e saj nëpërmjet bisedës me të. A mundet që edhe personaliteti dhe temperamenti ynë të lidhen me këto fakte? Shikoni me kujdes foto më poshtë dhe përgjigjuni pyetjes. Cili nga dy rrathët blu në figurë duket më i madh? Shumica e njerëzve do të thoshin se rrethi blu në të majt është më i madh. Por në fakt, dy rrathët blu kanë të njëjtën madhësi. Madhësia e rrathëve përreth na mashtron sytë që të mendojnë se dy rrathët blu janë të ndryshëm. Ky quhet iluzion optik. Mendoj se kjo është ngjashme me procesin me të cilin formohet personaliteti dhe temperamenti ynë. Edhe tani, Satani është ende aktiv dhe po përpiqet të na bëjë arrogant dhe ta marrim lehtë mosbindjen me çdo mjet të mundshëm. Pra, Satani përpiqet të ndryshojë mendimet ose qëndrimet tona për t'ju kundërvënë Perëndisë. Ashtu siç e tundoi gjarpri Evën. Si e shoh botën tani? Gjithashtu, në çfarë drejtimi janë prirjet dhe temperamenti im?